Themi në studio, vazhdojmë bisedën, jemi me drejtorin e gazetës Telegraf, Ngjëll Musai, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, Ngjëll. I kthyer edhe nga pushimet interesante, pushimet cilat si çdo shqiptar janë mbyllur dhe thuajse duhet të kenë mbaruar për një pjesë të mirë të kryeqytetasve dhe jo vetëm mirë. Ngjëll, po ka nisur shtatori dje, kishim edhe një të ftuar, zotin Shano para pak në pjesën e parë, po edhe dje gjatë javës shtatori si muaj i aksioneve. Por kryesisht dhe dje shumë radhë në QKR, trembje biznesit, uleshin qepena, ty e keni pasur prezent edhe në gazetën tuaj sot. Unë e dëgjova pak a shumë edhe parafolsin që ishte i ftuar në studio, por e ndoqëm jo vetëm dje, po ka rreth 2 javë që ka filluar dhe është anoncuar ky aksion që do organizojë nga qeveria nëpërmjet Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Tatimeve dhe gjithë institucioneve që përkatëse të linjës. Por mendoj dhe gjykoj që nuk është momenti që neve duhet i bëjmë gjërat me forcë dhe me vrull. Ne jemi në ekonominë e tregut. Ky është dallimi dhe ndryshimi nga ekonomia e centralizuar. Në rast se ne do të duam të organizojmë shtet kapitalist me mentalitet komunist, jemi të bindur që do të dështojmë. Gjithë secili, edhe ai që ka mbyllur qepenin, do ta mbajë të mbyllur dhe nuk do të hapë më, po e pa që nuk do të fitojë. Është pa diskutueshme. Atë ne duhet gjejmë politika nxitse që si t'i mbajmë qepenat hapur. Edhe shteti duhet të marrë atë që takon, sepse në fundit shteti duke marrë pjesën që takon, do të kontribuohet për problemet e shëndetësisë, arsimit dhe gjithë jetën ekonomike shoqërore të vendit tonë, dhe pastaj ne si qytetarët do të kemi edhe të drejtën morale të kërkojmë shtetit që çfarë po bëhet me rrugët, ç'po bëhet me ujë, ç'po bëhet me investimet, me elektrikun e të gjitha me radhë. Por mendoj që më duket më tepër një aksion disi jo i menduar për të mirën ekonomike të këtij vendi, pasi ti vërtet mund t'ia mbyllësh qytetarit qepenën. Vërtet tregtari do e mbylli vetë, po ti çfarë do bësh me të? Atë gjej një mënyrë, se edhe ai që po mbyll ai ka një hall. Ose nuk i del të ardhurët, ose vërtet ai mund të ketë disa gjëra ose një periudhë të gjatë kohë të papaguar dhe ti do t'i lësh një lloj afati ose do të gjesh një lloj mekanizmi, se ti kreditim nuk i jep. Ti mbështetje nuk i jep. Atë ti thoj mbyllë, merre mbyllë, mbaj me asistencë sociale, paguaj dhe sigurimet shoqërore, paguaj dhe shëndetësore, sa i do të vitë ndihma sociale. Pra mund të jetë një kosto më vete le të themi, apo do të rriten të gjitha shpenzimet si shtet. E para e dyta, unë jam që të mos merrem me biznesin e vogël, sepse biznesi i vogël aty është ai berberi, ai kpucari, ai është i vetë punësuar. Çfarë do të bësh atij? Ti po ja gjen punën atij? Ai po rrinan mëngjesin dar për të nxjerrë bukën e ditës. Ne i veme qepen atje me 7 vet, atje me zinxhira, me litar. Merë mbyllë edhe atë berberanët, edhe le të rri rehat. Merë atje, mbaj me asistencë. Berberanët në lapur, ti po them se duhen tani. Por problemi është që shikoje me ato lloj biznesesh që janë strategjike për ekonominë e vendit dhe që sjellin të ardhura kolosale. Un kam të dhënë dhe di, sepse është bërë publike prej vitesh, që vetëm humbjet nga nafta, karburantet, nga ato që importohen dhe nga ato që nxirren nga nën toka, vjen rreth 250 milionë euro në vit. Kjo është ajo që dëmton dhe që ringre ekonominë e vendit. Neve bënim shumë debate për problemet e energjisë elektrike, po ishte me të drejtë ky aksion që u ndërmor që vjet, sepse ishin rreth 170-180 milionë euro humbje çdo vit. Pra, po ti mbledhësh të dyja i thon rreth 400 ca milionë euro. Kjo lloj shumë dhe kjo lloj vlefte e gropos ose e nxjerr nga varri ekonomisë shqiptare. Dhe jo ai tregtari që del atje, shet një misër apo shet 2 fara, ti kërkosh dhe kasën ti. Ç'a kasë? Ku do vër kasën? Fillon po ironizoni dje në rrugë. Nuk gjenje shit misër se s'kishe ku vinte fishin e kasës. Po ti e di që nuk ka kasa në treg? Dje kemi vajtur ne në 5 pika, nuk ka kasa. I kemi vëzhguar e do merremi sot. Nuk ka kasa në treg. Shpeshherë investigoni edhe mundoheni të nxjerrni një padën telegrafë. Atë përgatitur ti si shtet, krijoj dhe mundësit dhe ndaj shkallë. Jam kundër informalizimit, jam në mënyrë absolute i prerë që të gjithë duhet pagojnë qoftë edhe që ndarkën e fundit, por jo me dhunë dhe jo me forcë. Ajo duhet jetë me mënyra dhe me metoda të cilat duhet të favorizojnë edhe qytetarin i cili merr këtë shërbim, por duhet favorizojnë edhe atë biznesin e vogël i cili mezi po mbijeton në këtë krizë. Atëherë, çfarë masash, çfarë mënyrash dhe çfarë mënyrë mbrojtje po bën ti për qytetarin? Është përfolur shumë Ngjëll, paktën e përcolli edhe
Dritan Shano, pak më përpara si ekonomist, po edhe shumë ekspertë të tjerë më përpara, po dhe dje shlakuar që do t'ishte me udhës sikur të gjithë qytetarët që kryenin konsumet, në fund të muajit apo të vitit, me gjithë kuponat tatimor që do kishin mbledhur, të rimburson të shteti 1%. Dhe ata do t'ishin të parët që do t'a kërkonin të kuponin tatimor, do t'i vinin duart në fyt bizneseve të ndryshme për t'i marrë kuponin, sepse ai kupon do t'i rimbursojë në fund. Jam plotësisht dakord që ka mënyra më të lehta dhe mënyra të cilat e nxisin, edhe ato do kenë problemet e tyre, do kenë firot e tyre, por do kenë një mas të caktuar. Por gjithsesi ajo do e nxisi edhe qytetarin, edhe blerësin, edhe konsumatorin përballë tregtarit që të kërkojë atë pjesën e vet. Por prap nuk duhet parë tregtari si një armik. Në fundit ai është një njerëz që është në shërbim të qytetarëve dhe që sigurisht ka dalë përfitim. Se ne shikojmë ç'ne ky tregtari që po fiton prandaj ka dalë përfitim. Ne jemi kundër atyre që abuzojnë, jemi kundër atyre që kërkojnë të bëhen të pasur dhe milionierë brenda natës, jemi kundër atyre që merren me trafiqe dhe me lloj urrëliqesh të tjera. Nuk është rasti bizneseve të vogla. Nuk mund të merremi ne tani me një biznes të vogël. Bëj ti shiko, ke një planifikim, ke ekspert, ke specialist, e dim ne që po diskutojmë këtu, nuk e din kanë ata që janë gjithë ditën në rrugë atje, që ore sa fiton një berber, sa fiton një do ta ndiqni këtë gjatë atyre ditëve ngjell në gazetë? Patjetër që po. Në format të ndryshme. Patjetër që po. Ka dhe një mënyrë, meqense ne jemi në këtë bisedë, ka një mënyrë shumë më të mirë dhe shumë më të lehtë për të kaluar, se ne nuk e pranojmë që jemi në krizë. Gjë e parë do të themi, jemi apo jemi në krizë? Qofse do themi që nuk jemi në krizë, atëherë hajde të diskutojmë nga pozitat e të mosqenurit në krizë. Po tani gjithë ajo Greqi thotë, unë jam në krizë. Dhe merr dhe i kërkon Bashkimit Evropian dhe i thotë, zotëri thotë, unë nuk kam mundësi që të paguaj detyrimet e qytetarëve te Bashkimi Evropian, sepse qytetari im nuk ka para të paguajë energjinë elektrike. Dhe i merr i paguan energjinë elektrike, i paguan qiranën e shtëpisë, e kemi parë, u mor para një muaj gjys parlamenti grek me vendim. Atë neve kemi politika të tilla? Jo. Dje një nga politikanët, kryetari aktual i bashkisë, duke ndarë shtëpit, me të drejta unë i bëj thirrje tregtarëve të ndërtimit të ulin çmimet e apartamentit. Kush e ti? Po jo më vendos tregu, nuk e vendos ti. Unë do i them Këshillit Bashkiakit ul, po jo më nuk e të drejtë fare, se do përfundohet do vesh në gjyq. Dhe po fillojnë proceset gjyqësore, do kthehet në një bumerang pastaj. Atëherë, nëse unë si tregtar fjala bie, do të vetë ta jap me 200 euro shtëpin Gertit. Ti nuk më njeh si shtet. Thoj, unë të kam vënë një dysheme 500 euro. Ti po desh edhe falja, thot, po do paguash 500 euro. Atëherë pse kur ti më thua mo që dyshemeja duhet 500 dhe jo 200 sa ç'dua unë, ti ma llogaritë 500 dhe tani më thoj ule. Po pse këto janë mendime, çfarë më del mua na goja tani në rrugë, në një ambient dhe apo në kafene hajta them? Po ky është ajo politika shtetërore që duhet funksionojë zinxhir. Që nga maja e qeverisë deri poshtë të bazë. Megjithatë kishit sot një Stela e preku pak një aspekt ulëmtues vëzhgues në gazetë, ca kazanë të shkatruar plerash, kishit si foto kryesore në kryeqytet, në fakt diku aty afër pjesës ku banoj vetë Mini Bashkia numër 5 duhet marrë taksi për të derdhur plerat, sepse janë shumë larg, nuk e di pse, arsye nuk kam gjetur gjithë këto vite. Por fakt është që një lloj ulëmtimi që lidhet kryesisht ndoshta me një ide ngjell që ja se bëre këtë, urdhëro shiko ku e ke. Mos edhe kjo nuk funksionon? Absolutisht, ne nuk mund të kërkojmë gjilperën në kasht. Edhe brenda ditës të kërkojmë edhe të rikuperohen ato të cilat mund të kishin vite që duhet ishin bërë. Por problemi është që ne nuk mund të prishim një diçka pa rregulluar një diçka tjetër. Që do të thotë, ti vjen dhe më thua mua që unë do të heq vazot e luleve rreth tortuareve. Pse? Sepse do vendos hekura për të mbrojtur njerëzit që kalojnë tortuar. Po mirë, dakord, ti hiq edhe vazën se ti nuk të prish puna ajo vazë që është edhe për estetikë dhe për bukuri, edhe që mbron qytetarët nga makinat që të vinë me shpejtësi dhe të hypin tortuar, se kemi me 10-100 raste që dhe shtypur njerëz të tortuar. Në moment që ti do bësh gati, do ta heqësh vazën, atëherë do të kesh gati edhe iniciativën tjetër për hekurat mbrojtës e tjera. Po ti nuk e ke këtë iniciativë, vetëm bën një show që unë ta heq, ta pastroj dhe kur të kem mundësi dhe kohë do ta bëj. Po nëse ndodhin aksidente, probleme, kush e mban përgjegjësinë? E dyta, e para dhe e dyta është ka dhe mënyra të forta selektive. Nuk duhet shikohet qyteti kudo në Tiranë edhe në të gjithë Shqipërinë
me ngjyrat partijake, që këtu është zona që më ka mbështetur dhe votuar dhe unë do t'i lë të bëjnë çfarë të duan, te kjo tjetra unë do t'i shtrëngoj. Pastaj Shqipëria nuk është dhe Tirana nuk është, po patjetër. Ne kemi të paktën deri tani kemi mbi 54 raste të evidentuara, pikërisht në zonën e Tiranës së Re të bllokut me këto lloj abuzimesh dhe selektime të theksuara, ku janë bllokuar gjithë rrugët, gjithë trotuarët, i këtë dilë nëpër blloqe. Jo, po ka paguar tavolinën. Tani tavolinën e paguon edhe ai, e paguon edhe unë edhe ti. Po pse ty e ai nuk ta lë të ta paguash tavolinën dhe mua ma lë? Kështu që neve gjatë javës do fillojmë do t'i pasqyrojmë në formën e një faqe speciale dhe me fakte. Por ky është Tirana. Sa reagime krijon realisht, edhe kur ju i evidentoni në faqet e gazetës? Besoj që pjesa sociale, sa shumë e rëndësishme. Njerëzit të mirë kuptojnë kur ti e ke të gjithë e ngret çështjen në aspektin qytetar dhe jo në aspektin personal, privat apo me mlefe. Dhe din ta bëjnë këtë diferencim. Dhe ne, për të gjitha arsyet, por edhe për faktin që ne duam të jemi sa më afër komunitetit, nuk mund të themi që përse nuk lahen aktualisht rrugët me zorë, siç filloi javën e parë. Edhe unë do t'i them qytetarëve, sot po të kalosh me makinë, pluri do ngrihet lart dhe nuk është më ajo lloj rruge që ishte para 2-3 javësh kur makinat dilnin lanin natën dhe ditën me zorë. Pse u shua? Po pse për një javë ishte aksioni? Pastaj tjetër, Tirana nuk është vetëm qendra. A dini gjë se çfarë po bëhet në Sauk? Po në Zaller, po në Shëngjeri, po në Pezë. Po nuk është Tirana vetëm një qendër. Unë mund t'jap fakte konkrete, Gerti me të drejtë tha që unë them të njësia ime dhe unë po them të njësia ime. Kam bërë me 10 foto, madje edhe tani në mëngjes. Bllokuar makinat radh te fusha e sportit Alidemi, 2 kilometra nga qendra e Tiranës, çarë rrugët 500-600 metra nga ujësjellsi, lënë të paasfaltuar, ujëra derdhur në të gjitha krahat, lum dhe nuk ndryn njeri. Ky është detyrimi. Një zvarritje le të themi edhe të. Dhe sa ka, nuk është se ndodhi sot për sot, që mund të ndodhë një tani kjo është një kantierë ndërtimi, thjesht duhen përshpejtuar punimet, pa ajo që do bëhet, domethënë, nuk duhet të kontestuar. Është një gjë, okay, të bëhet. 4 muaj. Mirë, 3 muaj është histori tjetër se i përket administratës vjetër. Problemi është që unë i paguaj lekët edhe për pastrimin dhe për gjelbërimin. Dhe unë dua edhe kushte, prandaj thash i parë që merru me krijimin dal nga dal dhe duke po jo, paguajmë lekë për të gjitha. Ne paguajmë lekë dhe ne duam krijojmë kushte dhe duke krijuar kushte edhe duke spastruar, edhe duke larguar shumë gjëra të cilat me të vërtetë janë bërë gangren. Tirana nuk ka më nevojë, po ashtu dhe gjithë qytetet kryesore që të kthehen në një grumbullim plerash dhe lloj budalliqesh të njerëzve sipas mendjes që zgjohen në mëngjes e thotë unë do vë një diçka këtu. Absolutisht që duhet të jetë sistemuar. Një tjetër aksion Ëngjëll ka qenë, me kishim pardje edhe shefin e komisariatit rajonal, edhe frika ka zënë kryesisht drejtuesit e automjeteve për ata të cilët kanë gjoba të palikujduara. Një udhëzim i ri që shefi i komisariatit e etiketoi që nuk është diçka e re, diçka është thjesht në kujtesë për të gjithë ata drejtues që kanë qoftë edhe një gjobë të mbartur të palikujduar, të cilëve mund t'i konfiskohet makina dhe t'i çohet në pikën e bllokimit. Ajo pjesa pikës bllokimit është një histori vete, është një strapacim vete, është një kostom vete, por fakt është që dilema dhe pyetja më e madhe është a mund të ta ndaloj polici, a mund të ta bllokoj polici makinën për 1, 2 ditë, 3 ditë vetëm se s'ke paguar një gjobë. Për sa i përket aksidente, unë jam kategorikisht i prerë. Aksidente është histori tjetër, them në këtë pikë. Dhe për rregullat e qarkullimit, zbatimit të rregullat e qarkullimit rrugor, kategorikisht i prerë që nuk duhet bërë asnjë tolerim. Sepse jemi vendi nga më të veçantët në Europë dhe ndër të parët për numër aksidentesh me pasojë vdekje dhe për numër popullsie. Rrugët i kemi në gjendje jo të sigurt për shkak të mungesave të sinjalistikës, jemi në kuadrin e zgjerimit e të hapjes së rrugëve dhe drejtuesit e mjeteve mund t'i përdorin disi të shfrenuar sepse kanë parë rrugë të zgjeruara, por kjo nuk do të jetë shkak dhe nuk do të jetë arsye fort që ne duhet t'i bllokojmë mjetin, sepse ti vërtet prandaj e ke edhe atë kamat vonesën. Ti nuk mund të bllokosh mjetin sepse ai ka një gjop, mbaj kamatën. Ëngjëll, sipas teje, a janë korrekt policët e qarkullimit rrugor në terren? Një pjesë e mirë po, një pjesë e mirë jo. Dhe kjo duket në mënyrë tendencioze nga disa punojnës të caktuar policie, të cilët në disa pika të caktuara qëndrojnë
si punë e atij gjatarit që po pret prejen e vet sa të vendosi automjetin që i ta bllokojë apo t'i vërë gjobën, sepse ka përplasje tabelash. Meri rrugën e Unazës, futu te Jordan Misja, o t'ja pun faktin konkret, në rrugën kryesore ke një tabel që të ndalon qarkullim në 2 akrat, 20 metra në poshtë ndalon në 1 krah. Policive të merr makinat në 2 akrat. Cila është tabela? Madje për këtë rast që ne po diskutojmë, unë kam komunikuar dhe me Ministrin e Brendshëm dhe i kam dhe fotot, dhe këtë javë do të bëjmë një reportazh të zgjeruar për këtë problem. Sepse me dhe çuditshme, 50 metra më poshtë, në krah të majt 20 km/h lejohet të qarkullohet, në krah të djathtë paralel 30 km. Këtë duhet marrë Pra bie në kundërshtim me njëra tjetrën. Ka tabela që unë që vi nga sipër e shoh, ai që vjen nga poshtë nuk ka tabela sepse ka tabelën në mbrapa, s'ka asnjë lloj tabele. Pra merru me sinjalistikën, rregullo aktet të gjithë sinjalistikën rrugore në krah, pastaj kërko llogari. Kjo i përket kësajt, por edhe pjesa e denoncimit nuk duhet të jetë pjesë që duhet neglizhuar. Në një farë mënyrë kur konstatohet qoftë edhe me pamje dhe dëshmisi kundër theksuat. Sepse për një qytetar të thjesht ndoshta, për një qytetar që është në punë dhe ka të ardhura minimale për të mbajtur familjen, e ka një makinë, bën si bën me të, ti bllokosh makinën ka një kosto 100.000 lekë në ditë, kam përshtypjen shkoj ta marri, të kthehet aty lart, të vi poshtë. Nëse e merr shpejt gjithmonë. Nëse e merr brenda ditës, dhe çdo gjë është e barazlefshme me lekë që duhet i nxjerrë nga xhepi. Ne investiguam si çështje dhe jo vetëm thjesht bllokimin e një automjeti, se si vepron një qytetar, por ata kanë çuar një pikë bllokimi diku nga Vaqari. Futu në përca skuta, në ca rrugë të prishura që Zoti e di, sepse u gjet në diku në periferi të Tiranës, shumë larg, i një njeriu i cili përveç se kësaj avarie që thatë ju që duhet të paguaj parat, duhet marrë edhe taksi, duhet gjej dhe vendin. Pra kosto fizike dhe kosto monetare në të dyja drejtimet. Ati duhet vej të marrë faturën, të rikthehet në Tiranë, të vijë te qarkullimit, të vej te banka, të pagoj, të vej prap, një super sorollati. Dhe shumica e shikuesve, po edhe miqve që na ndjekin thekson faktin Ëngjëll që është e drejtë që vend bllokimi makinave të jetë aq larg. Se shumë larg është në Vaqar, kush e sjell dhe kush e merr qytetarin. Ngjitur me burgun e Vaqarit. Sa ditë punë humba ai me këtë kosto? Sepse duhet të shkojë në Milano të marrë makinën. Ne investiguam dhe duhen të paktën 2 orë e gjysmë, 3 orë, së bashku me atë radhët që duhet presit të qarkullimi dhe në bankë që të bëj pagesat. 2-3 orë me makinë në dispozicion. Dhe ky investigim ju ka munguar në Ëngjëll, unë kam parë faqet e gazetës, si ju këtë gjë nuk e keni bërë asnjëherë, më vjen keq ta them, po ta them dashamirësisht, pikërisht këtë strapacim që një qytetar duhet shkojë te pika e bllokimit që është 2 orë larg, dhe 2 orë larg me taksi është 20.000 lekë deri atje, dhe 20.000 lekë nga Vaqari do dhe 30.000 lekë të tjera të shkojë në Kino Studio për të paguar gjobën, dhe pastaj duhet vej edhe në bank. Duhet shkojë edhe në bank, do paguaj edhe karo atrecin, gjitha këto gjëra. I kemi marrë, e vërtet është Gerti, ne i kemi marrë në fakt, por kemi lënë tani shtatorin, fillimin e punës në gjykatën e Tiranës, pasi kemi marrë dhe rast konkret të cilin e kemi marrë në mbrojtje për ta investiguar që të çojmë në gjykat drejtuesin e karotresit dhe drejtuesin e policisë rrugore. Mos merrni më me institucionin, se kur merresh me institucionin si institucion policie rrugore apo komisariatin e policisë, merret futën në lojë juristët e ministrisë dhe ja paguar shteti. Do të shihni personin konkret, vetëm me individin. Dhe kjo thirrje do të ishte për gjithë qytetarët. Merruni me individin. Emrin e punojësit policisë që ka vendosur gjobën ose atij që ka marrë me karotres, çoj atë në gjykat. Dhe kërkoj dëmshpërblim këtij si individ për papërgjegjshmëri dhe shpërdorim detyre. Ka dhe një diçka shumë interesante në momentet veçanta, duhet dhe parë Ëngjëll fleta e gjobës, paktën nga miq që më thonë që se vën emrin. Nuk e vën, ose nuk din të shkruajnë, ose me tendencë vën në mënyrë të tillë që e shkruajnë me një lloj shkrimi që nuk ka klasë fillore ta kalojë, domethënë. Ja kalon dhe mjekëve. Nuk e merr vesh se çfarë emri ka, domethënë, dhe hajde gjeje se kush është. Është një, prandaj edhe kur diskutuam për taksat, për gjobat dhe për gjithë këto aksionet, edhe ky lloj aksioni duhet të ishte i mirë menduar. Tani duhet të rënë edhe çikë lapsit. Në qoftë se ti ke marrë një vend për parkim, po them kot, në Vaqar, ngjitur me burgun e Vaqarit, që gjithë këto shpenzimet e këtij qytetarit vjen minimalisht mbi 100.000 lekë të vjetra. Atëherë, a mos vall ti taksën e parkimit, qoftë edhe diku më afër, mos ja vër 10.000 lekë drejtuesit të cilët ti i ke marrë makinën, po veja 15. Dhe ai mund të pagoj një 5.000 lekë të vjetër, po jo të pagojnë 100.000 lekë për të bërë gjithë këto histori,
Sepse ai të vetë atje merr fletën, vjen në Tiranë, mbyllur banka, mbyllur sporteli policisë etj. Që të mos e teprojmë në kuptimin e kësaj, që të mos merremi, sepse kjo është bërë tani, është bërë shumë e lodhshme dhe shqiptarët u mësuan mirë. Jo, ka kosto një, është kosto e tmerrshme. Në kuptimin në thonjza, sepse dhe të heq ditë pune të largon nga çdo lloj gjë. E vetmja mënyrë, Gerti, është vetëm proceset gjyqësore, sepse u mësua me rripin. Në gjykatë administrative. Gjykatë administrative, u mësua me rripin, u mësua me kutinë e ndihmës shpejt, u mësua me xhamin, u mësua me pasqyrën. I njëjta histori është. Çdo vit nxjerrin nga një kleç këtë re dhe askujt s'u ngjëm në këmbë. Merret çoje secili qytetar, secili drejtues mjeti të marrë ta çojë në gjykatë çdo punojës që shkel dhe abuzon me të drejtat e tij. Pastaj nga ana tjetër, është ajo që thamë që në fillim, unë jam i prerë që të merren masa deri në 1 për çdo që shkel rregullat e qarkullimit rrugor dhe që bëhet objekt i aksidenteve të ndryshme për qytetarët. Mirë, shpresoj më njëllë tjetë prezent në problematikat e gazetës suaj edhe kjo që sa po folëm. Absolutisht, brenda javës do ta shikoni do t'ju monitoroj se e lexoj ti dytë. Bashkë me fotot. Nuk e na shkalon. Madje kemi marrë dhe fotot dhe tabelat edhe të rrugës, edhe të parkimit, edhe të rrugës për të vajtur, po thashë një herë, është një gangren më vete. Është po të veshte drejtoria tek Komisariati i Qarkullimit Rrugor, ka njerëz që qajnë sepse nuk kanë bukë. Kam marrë të paguaj gjobën, thot, dhe kam lënë 2 ditë fëmijët pa bukë se nuk kam mundësi, thot. Shumë ngarkesë sociale për arsye të cilat sapo i folëm. Ishim me Ëngjëll Musajin, drejtori i gazetës Telegraf. Mirë, kthehemi në studio në këtë pjesë të radhës, emisioni Ditë e Reja me kolegun Dëfrimet Hasani, gazetari minjor sportiv, punon pranë radio televizionit publik shqiptar, natyrisht poliglot në aspektin e përcjelljes informacionit futboll, por kryesisht dhe shumë i ndjeshëm dhe kam vlerësuar gjithmonë këtë fakt të figurave që nuk jetojnë më apo dhe atyre të cilët kanë bërë karrierë dhe që jetojnë dhe duke i dhënë hapësirën e nevojshme në transmetim. Mirëmëngjes Dëfrim. Mirë se erdhe. Faleminderit për këtë prezencë në studio. Sot është një aktivitet për kujtuar Frederik Ficon. Ish koleg, ish komentator, një aktivitet e cilat nuk përton dhe ke gjithmonë nerva ti çosh deri në fund. Mendoj që më shumë se nerva është kuptimin e mirë të fjalës. Dëshira për të ringjallur emra të tillë, për të u dhënë pavdekësi në vete, sepse janë njerëz që kanë lënë shumë gjurmë, kujtese, jo vetëm në sport, por edhe në jetën e përditshme. Fico ka qenë një figurë komplekse, Frederik Fico ka qenë jo vetëm komentator i Gjirokastrës, për Radio Tiranën, nga stadiumi Subi Bakiri, qytetit Gjirokastrës, e mbaj mend si tani, por ka qenë dhe komentator në Radio Televizionin Shqiptar, ka transmetuar ndeshje shumë të rëndësishme në futboll, siç ka qenë ndeshja e fundit që ai transmetoi në jetën e tij, Shqipëri-Greqi, që fituan 2-1, kur Greqia vinte si kampion e Europe. I mbaj mend gjitha emocionet e atij komenti, që ai bëri me shumë dashuri dhe me pasion, por dhe me profesionalizëm. Mbi gjitha ka qenë dhe një mjek i jashtëzakonshëm, ka qenë dermatologu ndoshta nga më të mirë në Shqipëri, i cili përveç profesionalizmit kishte humanizmin me vete. Pra dhe një njeri me zemër të madhe. Një njeri me zemër të madhe. Përveç të gjitha këtyre aftësive, le të themi, që fitojnë rrugës. Natyrisht të gjitha këto cilësi më kanë bërë që unë ta dua dhe ta respektoj atë. Jo vetëm sa ishte gjallë, por dhe në këtë 10 vjetor të mungesës tij. Sot mbushën 10 vjet nga ikja, nga nxitimi që na iku Fico në një moshë të re, por mendoj që la pas një emër të madh, natyrisht edhe familjen e tij, 2 vajzat, bashkëshortën, por la shumë miq. Fico ka miq në gjithë Shqipërinë, unë provova në një status që bëra dje në Facebook, komente të pafund për Ficon, vlerësime të jashtëzakonshme nga gjithë Shqipëria. Dhe në një farë mënyrë sot është një aktivitet, do të luaj pak calceto për ta kujtuar komentatorë nga të gjithë kolegët që vinë nga të gjithë në rang kombëtar. Slogani sot është luajmë për Ficon. Ne që shkruajmë sot luajmë. Luajmë për kujtesën e tij, për pavdekësinë e tij, luajmë për të respektuar në këtë 10 vjetor një emër të madh, i cili mendoj që jeton te secili nga ne, të paktën nga ata njerëz që kanë jetuar kohën e Ficos, natyrisht që njëri prej cilëve jam dhe unë, pata fatin ta kem dhe koleg, punova shumë vite me të, në televizion, dhe kam kujtimet më të bukura, më të jashtëzakonshme, madje kur kemi fituar çmimin në Anton Mazregu, në vitin
2004, të dy një herësh e kemi marrë në Prishtinë dhe na ka dorëzuar Fadil Vokri, kemi një kujtim shumë bukur bashkë të dy, ka qenë kujtimi i fundit me Ficën. Pra do jetë si një festë sociale, ku të gjithë miqtë do të jenë bashkë, do ta kujtojnë, do nxjerrin në palë, themi ato momentet e bukura të viteve kur ka qenë produktiv apo jo? Ideja ime është gjithmonë që përmes kujtesës së një njeriu të mbledh edhe të tjerë që janë gjallë të bashkohen. Pra futbolli bashkon. Kjo është ideja ime. Gazetarët duhet të jenë të bashkuar në raste të tilla. Kanë ftuar gjithë komentatorët në vite, në qytete, nga një për qytet, duke filluar nga Piro Qiqi në Gjirokastër, Mikel Mriçaj në Fier, Mojsi Dalipi në Vlorë, Fatmine Fica në Kavaj, Bujar Qesje në Durrës, Gasper Marku në Shkodër, Vaseda Qengjela në Korç, Pirokita në Elbasan, e natyrisht Ahmet Sharri në Tiranë, Ismet Bellova të mëdhet, e mikrofonit Mikel Janku, Fatmir Meri, e shumë tjerë. Të gjithë bashkë sot do të mlidhemi, do të kujtojmë Ficën, por natyrisht do të respektojmë dhe njëri tjetrin. Sot nuk është qëllimi loja, apo unë rezultatin e kam të fundit kur bëj aktivitetet tilla. Do të jenë gazetarë të Panorama Sport, të Supersport, të televizionit shqiptar dhe miq të tjerë që do të jenë të ftuar special. Natyrisht që është edhe kolegu Çarçani që gjithmonë ka qenë i gatshëm. Për për Ficën. Po, për evente të tilla. Për të respektuar. Nuk ka munguar asnjëherë. Për të respektuar bashkë me zotin Altin Sulçe nga televizioni juaj janë ftuar sepse janë dy njerëz që vërtet na kanë mbështetur, kanë qenuar pranë në çdo event që unë kam organizuar që nga dita e parë deri sot. Natyrisht edhe televizioni juaj që unë dua ta përshëndes dhe ta përgëzoj për faktin që nuk është se mbështet individin, mbështet ngjarjen, mbështet vlerat. Megjithatë, kjo është një aktivitet ndërtradhës pas disa që dëfrim kemi bërë. Na shoh një kuleshje për një moment tjetër, ju e keni lançuar në Facebook, do ketë një ndeshje në New York të Shteteve të Bashkuara. Po. Mendoj që është ndeshja e jetës për gjithë anketën. Bokserin e famshëm që natyrisht edhe ju e keni lançuar shpesh, edhe keni ndjekur dhe në Bulqiz, edhe si televizion. Ky djalë ka një ndeshje, mendoj nga më të rëndësishme të jetës vetë. Është titulli më i lartë që ai kërkon ta fitojë, titulli kontinental, interkontinental, që do të luhet në New York. Ndoshta data 26 nëntor, sepse data pak a shumë është lënë në fundin e nëntorit, në atë stadium të madh, në atë qytet që është i njohur për ndeshjet që nga koha e Muhamet Ali, e Tysonit, sepse në atë vend do bëhet, në atë ring do bëhet. Në Madison Square Garden. Dhe kundërshtari i tij është përcaktuar tashmë, do të jetë një serb, një boksier serb, çka e shton më shumë ndoshta luftën dhe garën dhe emocionin e kësaj ndeshje, Radovanović, i cili dhe ky ka humbur vetëm një ndeshje në jetën e tij. Ka një konkurrent shumë i fortë. Është një konkurrent shumë i fortë. Edhe para festave. Para festave të nëntorit është menduar. Tashmë është Dom Kingu në lojë, menaxheri më i madh i botës, sepse dihet që Keta është në federatën numër 1 të botës, është një boksier me shumë përvojë, me shumë talent, 3 herë kampion i Europës, dhe tashmë kërkon një titull që është një titull para botrorit. Pra ky titull është përcaktuar nga federata si është një shkallë para titullit kampion bote, sepse pastaj do të ketë një ndeshje tjetër nëse fiton këtë për titullin kampion botror. Natyrisht që janë marrë dhe vizat, është stafi tashmë është një avokat që po merret me gjithë organizimin e procedurat e vajtjes së stafit. Interesant është fakti që po e zbuloj për herë të parë që në stafin e Ismail Ketës, që është trajneri, vllai i madh të kampioni i botës në kickbox dhe të Gjetanit, do të jenë 2 këngëtarë. Njëri do të këndoj hymnin kombëtar në atë stadium gjigant, do të jetë Kastrio Tusha, do të këndohet hymni kombëtar live, siç ndodh në ndeshjen e kombëtarës, kur luan Shqipëria, por dhe do të jetë një këngëtar Dibran, me që këta janë nga Dibra, duan që ka shumë Dibran në Amerikë, të cilët kanë bërë një lobing të jashtëzakonshëm për këtë ndeshje. Një festë vërtet në total, ë? Po, mendohet jenë mbi 30.000 vetëm shqiptar. Mbi 30.000 shqiptar, ndeshje shumë e fortë, ndeshje që përballë një kundërshtari serb. Kundërshtari shumë i fortë, shumë i fuqishëm, aq më tepër se është edhe kjo ideja që është serb, siç ekziston në kuptimin e mirë të fjalës ajo mes shqiptarëve dhe serbëve ka një lloj lufte ndryshe. Kjo një ndeshje po duket sikur Dibra prodhon sportistë të kësaj fushë dëfrim, ndoshta edhe me rekomandimin tuaj, po ka një tjetër ndeshje në Londër. Me një tjetër sportist të kickboxing. Edhe ky është nga Bulqiza. Pikërisht. Duket se Bulqiza nuk nxjerr vetëm krom. Atë thash. Nxjerr njerëz të fortë, me këmbë të forta, si duket të marrin forcën nga kromi. Është Adriatik Cami, në kickbox, kampion i Greqisë,
është vërtet një djalë edhe ky shumë i edukuar. Më bën përshtypje Gerti që këta sportistë kampion në këtë sport janë shumë të edukuar në jetën e përditshme. E pash edhe Adriatikun dje, sepse qëndrova me të, madje kishte emocionet e emisionit që kishte bërë këtu, të intervistës, dhe vërtet me shumë edukat, edhe përcjellin njerëz që përcjellin mesazhe pozitive. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht shumë. Pra, ata forcën e kanë te ringu, ndërsa në jetën e përditshme e kanë mendjen. Nuk është ajo e që i karakterizon në përditshmëri. Janë shumë të butë, janë shumë qytetar, janë shumë njerëzor. Edhe ky përcjellte mesazhe pozitive për fëmijët, për ata që duan të merren me këtë sport, pra që sportin ta kenë për shëndetin e tyre. Jo për të duket që janë të fortë dhe për ta kthyer forcën me revansh. O në rrugë, apo në institucione tjera, apo në shkollë, jo. Forcën ta kenë për vete, trupin ta kenë për vete, forcën ta kenë për ring. Nëse ka një ndeshje. Si një lloj profesioni që din ta bëjnë mirë. Brenda garës, brenda profesionit, absolutisht, jashtë profesionit, ai ashtu si vllai, ashtu si Gjetan Keta apo Ismail Keta apo Ferit Keta është një tjetër sportist që pret konkurroj për kampionatin Evropë në kickbox, që stërvitet nga vëllezrit Keta. Janë pra djemë vërtet qytetarë që unë i përgëzoj dhe them duhet kemi më shumë nësi shqiptarë vlerat tilla. Dhe për t'i dhënë të vlerësimin e duar, sepse është djers e derdhur për ngjyrat kuqezi. Dhe nëse mbetemi këtu të frim, edhe pak diçka ju merreni edhe në, duke u marrë edhe në përditshmërinë, shumë interes i madh për Danimarkën, e kombëtarja, interes shumë i madh, më pas do vi Portugalia të hënën, në fare pak ditë, dy ndeshje shumë të vështira malore për skuadrën tonë. Gerti, është një malore, por që them kemi një makinë fortë të herë, që mund ta kapim maloren. Kemi një ekip shumë të mirë, ndoshta kombëtari është në gjendjen më të mirë që ka qenë herë, flas edhe morale, sepse është në vendin më të mirë në FIFA, që s'ka qenë herë në këtë pozicion. Ka shumë lojtarë të gatshëm, bëri përshtypje largimi i Ramës dhe i Mehës, por ka të tjerë, si që ishte 22 vjeçari Gjimshiti, një djalë nga Lugina e Preshevës, që jeton në Zvicër, 1,92 cm i gjatë. 85 ndeshje me ekipin e Zyriut. Vetë Debjazi e ka takuar, ka biseduar, e ka marrë, dhe ka shumë mundësi që ta fillojë ndeshje nga formacioni, në mbrojtje. Në kaq që mund të kemi një variant tjetër, në vend të Roshit mund të jetë Gashi, në këtë ndeshje, pra mund të kemi edhe module të reja. Unë vetëm një gjëje i druhem për këtë ndeshje. Nga provoja ime, u bën vite dhe natyrisht edhe ti, që jemi dhe ndjekim kombëtarën, ka qenë një moment tjetër i mirë i kombëtarës. Dhe ndonjëherë kur marrim në një super xhiro kështu kam frikë pastaj ndonjë. Dëmtohemi. Euforia. Vetëm kjo, nga euforia. Edhe më mend dhe kur ishim në Zvicër, e pastaj humbëm dhe me Gjeorgji, nëse të kujtohet. Pra ishte një moment tepër të ndikon dhe negativisht ndonjëherë. Në stadiumin e Zvicrës ishin më shumë shqiptar. Thuajse. Ishte një lloj si Qemal Safa. Kujtohet? I skuqur. Sepse e mbaj mend, i skuqur. Por edhe në Danimark nuk do të jenë pak, mendohet 2000 mendohet me biletat prera. Janë deri tani. 2000 tifoz me biletat prera. Imagjinoni se çfarë mund të jenë që mund t'i marrin edhe nga danezët, sepse aq ishte limiti për tifozët shqiptarë. Megjithatë, Dëfrim, ti të rreq pak memorie nëse mundesh, kur daton transmetimi yt i parë afër kombëtares? Afër kombëtares? Ke vite shumë shumë. Po, afër kombëtares është në vitin 95. 95. Po, me Neptun Bajkon. Anke në Qemal Safa. Po. Ndërsa ndeshja e parë që kam kronika e parë është në vitin me 17 shtator 93. Në Elbasan, Elbasani Partizani 1-1. 1-1. Po, Tafan ka të bërë gole Agallio dhe Branica. Kronika e parë. Po, me goditjet 1-2. Emocioni çmendur. I jashtëzakonshëm kur kam parë atë natë që thanë, nëse do të dalë kronika, do jesh nesër, do vish të vazhdosh, se ishim shumë. Ishim 3 në atë ndeshje, na kishin shpërndarë në rrethe. Kush do godiste në shek? Vështirësi e madhe. Pash kronika, thatë ndjekim kronikën e bashkëpunëtorit ton, Filani. Megjithatë, isha dhe i gjatë, doja ta godas atë tavan. Megjithatë, nëse nuk harroj dhe më fal, dua të falenderoj Vladimir Grillon, se nuk e thash në momentin që kam lajmëruar komentatorët, sepse natyrisht Ladi është miku më i ngushtë i Frederik Ficës dhe ka qenë ai motivi që unë kam bërë mik Ficën. Pra ka qenë një arsye më shumë për ta dashur më shumë Ficën, edhe Ladi dhe familja e tij, Viola, Dena dhe ka një familje të mrekullueshme. Absolutisht po. Dhe transmetimet do të kombëtarës do të jetë afër, ju do të transmetoni edhe Danimarkën, por edhe Portugalinë dhe Portugalia do të ketë një transmetim maraton, Gerti.
Nësa Danimarka do tjetë transmetimi, por flasë në prag ndeshje do tjetë më pak si kohë. Do tjetë 35 minuta me Danimarkën. Qartë, kuptoj. Nërsa me Portugalinë do tjetë që 2 orë për para, 2 orë mbrapa, do tjetë një maraton 5 orë transmetim nga TV-shja. E gjitha, çdo gjë. Do t'jenë, vetëm lidhje direkte mund t'jenë 5-6 lidhje, direkte, gjatë ndeshjes. Që do t'ketë edhe jashtë, edhe brenda në stadium. Absolutisht, kjo përsa i përket edhe mbulimit sa më mirë të takimit, natyrisht edhe pjesës sonë i mungon Mejdani dhe në këto lidhje, po që falenderoj që gjithmonë e kujton. I mungon edhe do t'ishte pjesë e stafit, po natyrisht ti nuk do arrosh të bësh dhe një aktivitet për të. Të falenderoj që ma kryove këtë mundësi, natyrisht që Mejdan Zhivani do t'jetë tek unë gjithmonë në zemër, në mendje dhe kudo. Ai ka qenë një djalë i shkëlqyer, një gazetar shumë pasionant, ne kemi qenë bashkë her pas here edhe në studion tënde. Do ta kujtojmë sepse ja si ikin kohët, ikin ditët, ikin muajt dhe ai më datën 10 dhjetor mbush një vit. Do të bëj një dokumentar për jetën e tij dhe do të bëhet një aktivitet në teatrin Migjenin Shkodër, në bashkëpunim edhe me kolegët tanë në Shkodër që kanë qenë gjithmonë dashamirës për evente të tilla dhe dua t'i falenderoj publikisht që të gjithë kolegët gazetarë sportiv. Dhe falenderoj dhe Radio Tiranën, që i kryoj dhe vetë Mejdanit mundësin, kolegja Erga Kruja, por dhe analisti Shpëtim Gjoshi dhe gjithë stafi Radio Tiranës, për të afruar dhe për që afruar dhe i dhanë hapësirë e duhur, i dhanë mundësin që ajtë promovohet, lançoj, si gazetar dhe në radio, edhe në televizion, me kronikat që bonte. Dhe, ja, si ikin muajt, ikin ditët, do t'a kujtojmë dhe do t'a respektojmë. Dhe do t'a nderojmë. Absolutisht po. Mirë, Dëfrim do nga duhet të mbyllim tu. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi kjo bisedë. Ishim me kolegun Dëfrim Tasani, gazetar i mirënjohur sportiv. Ne kemi përfunduar këtu, tash me stafetën informacioni, po. Kënaqësia është si në futboll kur viu këtu tek ju. Si mindeshjes. Shiko, do ta nxjerrësh deshin gjithmonë barazimi. Jo, është në 2 fusha. Është në 2 fusha. E lëm 0-1 të lutem. Mirë, Sela përfundojmë këtu, takohemi nesër si çdo mëngjes. Në orën 7. 7-9, vazhdoni me informacionet, nuk mungojnë, janë të çdo spektri në çdo vend. Mirë takofshim.